Detyra për goditjen e shpërndarjes së lëndëve narkotike ka rezultuar me rrezik për 2 efektivët e policisë së Korçës, të cilët mbetën të plagosur gjatë një operacioni antidrog në aksin Korçë-Pogradec. Një 21 vjeçar, për t'u shmangur prangave, ka përplasur qëllimisht automjetin e policisë, duke shkaktuar dëmtimin e punonjësve të rendit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, ka vizituar në spitalin e traumës njërin prej efektivëve, ndërsa kolegu i tij e ka kaluar rrezikun dhe është kthyer në banesë. Duke vlerësuar kurajon e treguar në terren, Hita siguroi se institucioni do të jetë në mbështetje të plotë të tyre. Normalisht puna ka sakrificë, të tillë profesionalizëm, por është në dëvide të qytetarëve, mbështetjen time do e kesh për herë, ti dhe gjithë kolegët e tjerë, si dhe kolegu që është dëmtuar, ka pësuar dhe i dëmtime më të lehta fatmirësisht. E kjo do në shërbej që të hecë në parë. Operacioni i policisë, ndonse me kosto fizike, u finalizua me sukses. Në pranga ran 2 të rinj të moshës 19 dhe 21 vjeç, ndërsa në kërkim u shpall një 27 vjeçar. Ky i fundit dyshohet si organizator i veprimtarisë së paligjshme në lokalin e tij, ku përveç drogës së ndarë në doza kanabis sativa dhe kokain, u sekuestruan edhe pajisje për loj Rafati.